Shqipëria nuk ja ka dalë të marrë më shumë se një pikë në transfertë në Riga të Letonisë përballë vendasve për ndeshjen e 4 të grupit K për kualifikueset e Botrorit 2026. Gjëzinë kanë mbyllur sfidën me shifrat 1-1 me një paraqitje zhgënjyese ku duk shumë pak nga grintaj që kishin shfaqur pak ditë më parë në Tiranë ndaj Serbisë. Ndeshja filloi me drithërima për një penallti të fituar nga vendasit, por për fat Strakosha gjeti krahun e duhur dhe e neutralizoi. Ndërkohë fati ndihmoi Kuqezin të pak më vonë të gjenin në rrjetën me një autogol të kapitenit të vendasve, por para fundit të pjesës së parë ishte përsëri kapiteni ai i cili tundi rrjetën, këtë herë duke mposhtur Strakoshën për të barazuar rezultatin. Ndërkaq në pjesën e dytë Shqipëria mbajti më shumë topin, por nuk gjeti momentin e duhur për të rrezikuar ashtu siç duhet portën vendase, me sulmin që dukej i izoluar apo larg katërkëndorit vendas. Kështu sfida u mbyll me shifrat 1-1 që vështirësojnë dhe më shumë rrugtimin e Shqipërisë në ëndrrën e Botrorit 2026.